që prej rikthimit të saj në shtëpinë e Big Brother VIP 4, me prezencën e saj, Egli Tako i ka kthyer Rozanën dhe gjestin kundër njëri tjetrit. Nga ana tjetër, Rozana i është kundërvën Eglit, ndërsa gjesti mundohet ta mbrojë. Si duket, ndikimi i Eglit në lojën e tyre brenda shtëpisë pas ka qenë më i madh se sa ishte perceptuar më herët. Një debat ka ndodhur sot mes Rozana Radit dhe Egli Takos. Je tallur me karakterin tim, duke i treguar atij djalit se sa posesive isha unë. Posesive je ti që i shkon nga mbrapa dhe i kërkon falje sa herë që e denigron atë djalin. Nuk ke gjan askënd përveç Wittstein. Mbajeni lojën dhe shkoni ku doni të shkoni. Se nuk ka shanse. Nuk më intereson çfarë ka thënë gjesti. Shko te gjesti dhe merru me të. Këtu po flet me Eglin pse po e përzien. Do futesh, nuk ke më ku futesh, mbaroi. Ndalo tani se unë ju mbaj të dyve. Tu zbardh fytyra kur hyra në shtëpi, çpate moj. Më do qefi të takoj Gertën, të paktën më ka denigruar në fytyrë, ti më ke kthyer shpinën. Nëse me Gerta Gixharin unë e kam bërë sherr për atë intervistë, ti o e pa fytyrë më përmende lotët e familjes të intervista jote. Ti kur vjell vrerin atëherë flet të vërtetat, jo kur flet në kamera. Unë i dua njerëzit dhe ky është defekti im i vetëm, i tha Egli Rozanës. Pas debatit me Eglin, Rozana debatoi me Gjestin. Nuk ke më punë me Eglin, ti është më e fortë se ti, tha Gjesti. Mos mbroj njerëz që nuk i ke dashur kur. Të kam thënë 100 herë, i tha Rozana. Më pas Egli i kërkoi Gjestit që të mos ta shqetësonte më. Nuk po të shqetësoj, mos hajde të më shqetësosh. Nuk mendoj se mundesh të më mbrosh dot, i tha Egli duke dashur t'i tregojë se nuk e ha më lojën e tij.